Si të përgatitim lëngun e mishit tani, unë kam mish viçi kësaj radhe, mund të përgatitni lëng edhe me mish qëngji, me çfarë mishi të doni. Unë e përgatit me mish viçi dhe do t'u tregoj tani që e përgatit dhe pastaja për çfarë mund ta përdorin për çfarë të doni, ose për patate, ose për oriz, për makarona, që të zihen brenda te lëngu i mishit dhe do t'u tregoj çfarë hedh unë. Në fillim, kockat dihet që nuk i hedhin poshtë, se këto lëshojnë lëngun më të mirë edhe më të shishëm dhe ndaj dhe do t'i vendosim brenda. Tani mund të shikoni që unë përdor shumë erza edhe perime, se japin shije fantastike edhe janë të shëndetshme, kuptohet. Pasi e kam skuqur një çik mishin me vaj, pastaj do t'i hedh qepën, karotat edhe specat i pres në pjesë të mëdha, në copa të mëdha, një çik domate të freskët, nëse doni edhe domate salcë domate do me thënë mund të hidhni. Nga këto erzat unë i hodha piper, krip, tamerik, hudhër, tos hudre, çfarë tjetër ishte, këto mos ishin. Piper edhe paprika, më duke se kisha brenda, se jep shije të mirë. Do t'i hedh ujin dhe do ta lë që të valoj. Lëngu tonë është gati, ta përdorim për çfarë të duam neve. Ciao ciao.